Ishte paralajmëruar kohë më parë dhe nuk ishte si të ndodhte ndryshe. Meqi Robin Krasniqit dhe 7 miqve të tij ishte i pranishëm në stadiumin Fadil Vokre. Pritja mori fund, të gjithë ishin gati për ndeshjen më spektakulare të Krasniqit dhe Mohamedi për titullin WBS Silver në pesha gjysmë të rënda. Asgjë i vrullshëm nuk I ndali të pranishmit që ta ndiqnin nga afër këtë eveniment sportiv, ku në fytyrat e bashkëdhetarëve shihej buzëqeshja, e mezi prisnin të uleshin në vendet e tyre që të përjetonin emocione të shumta. Në këndin e kush si gjithmonë, nga peja Kosovës, është Djeli Vranoci. Djeli Vranoci, Valon Ahmeti, Kushtrim Tahirukaj, Isuf Kelmendi, Bernardin Jakaj, James Kraft dhe Armand Gjoza ishin në ring përballë kundërshtarëve të tyre, ku secili nga ta ka fituar bindshëm e madje kanë dhënë intervistë duke u shprehur te jetë të lumtur që sporti boksit ka avancuar. Reagime të të shumë të bakë mërë e Prishtinë me një ato reagime. Është një djeli veçantë për njerëz të mishë, në shka orë ka qenë që shpektirisë, dhe Podro dhe Krasniqi që ka organizuar këtë super mëdhe, me ka mërësu në vetrinë në pjesë jam shumë I lutë. Çka na pretarën? E kurse kriterisë tjera, si fillimisht kampion Gjermanisë, Evropës dhe vetimin e Zotit, shpresojmë që Robini ka fituar. Edhe për tonë, ku I ka është këtë fitore? Këtë fitore e kështë e familjes temë. Pati edhe pika muzikore ku të pranishmit ishin Meda, Goldi G e Rona, të cilët kanë ngritur adrenalinën e pjesëmarrësve që ishin në numër. Ata nuk hezituan të këndonin një zëri bashkë me këngëtarët. Njëzet e 4 mars 98, keq u turpënove o qetë niko I shkret. Erdhi momenti shumë pritur. Me brohoritje të mëdha, u pret kampioni Haxhi Robin Krasniqi. Ndeshja filloi dhe u ndërprej pas raundit të 9, sepse Muhamet u diskualifikua nga loja. Gjyqtari e vlerësoi se algjeriani ka bërë gabime të vazhdueshme gjatë meqit. Ky është momenti ku Robini shpallet fitues dhe sigurisht që ndjenjat I hodhi me një koment në rrjet social. Fiton Robin Haxhi Krasniqi! Por ky nuk ishte vetmja fjali e ndjerë nga I. Kampioni nga Uniku e shfrytëzoi Instagramin për të shprehur emocionet e tij. Vlen të përmendet që pas thyrjes së rregullave të kundërshtarit të Robinit, fitoria I takoi këtij të fundit dhe këtë gjë disa e kanë cilësuar si gabim. Këtë dëshmojnë edhe komentët në profilin e boksierit. Disa nga personazhet publike, por dhe ata mediatike kanë dhënë mendimin e tyre njëherësh pa kënaqësinë, duke thënë se Robini nuk e ka merituar.